Në aeroportin e Muniut në Gjermani kanë rinisur fluturime të premten pasi u pikasën disa dronë që detyruan autoritetet të mbyllnin aeroportin gjatë natës. Ky është rasti më i fundit në një seri mbylljesh të aeroporteve këtë kohë në mbar Europën për shkak të fluturimeve të dronëve të paidentifikuar. Aeroportet në Danimark, Norvegji dhe Poloni kanë pezulluar fluturime për shkak të dronëve të paidentifikuar, ndërkaq që Rumania dhe Estonia kanë fajsuar Rusinë për këto incidente. Moska ka hedhur poshtë akuzat. Më shumë se 30 fluturime u anuluan në Muni për shkak të dronëve që u pan mbrëmjen e së njëjtës, duke lënë të bllokuar pothuajse 3000 pasagjerë. Fluturimet rinisën mëngjesin e së premtes dhe sipas të dhënave fluturimi i parë nga ky aeroport u realizua në orën 5:50. Zëdhënësi i policisë së Muniut i tha më herët AFP se disa persona pan dronët rreth aeroportit në orën 19:30 të së njëjtës dhe sërish një orë më vonë, duke detyruar autoritetet që të ndalonin fluturimet. Autoritetet gjermane kanë nisur hetimet për të identifikuar origjinën e dronëve. Helikopterët e policisë u dislokuan pas detektimit të dronëve, por nuk ka informacione se të çfarë lloji ishin mjetet fluturuese pa pilot dhe sa ishte numri i tyre, tha zëdhënësi i policisë. Parja e dronëve në Danimark dhe inkursioni i Moskës në Estoni dhe Poloni kanë rritur frikën se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të zgjerohet edhe në shtetet e tjera të Europës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky paralajmëroi Europën të njëjtën se inkursionet e fundit me dron tregojnë se Moska po synon të përshkallëzojë agresionin e saj. Gjermania është në gjendje të lartë gatishmërie pas javën e kaluar, se kishte pikasur dron mbi objekte ushtarake dhe industriale. Ministri i Brendshëm Alexander Dobrindt tha se Berlini duhet të gjejë përgjigje të reja për këtë kërcënim hibrid, përfshirë edhe rrëzimin potencial të dronëve. Gjatë kësaj javë, udhëheqësit e Bashkimit Evropian u takuan në Kopenhagen për të diskutuar për forcimin e mbrojtjes së bllokut dhe për të krijuar një mur dronësh. Rusia ka deklaruar se këto plane të BE-s do të përshkallëzojnë situatën.